Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Ja, la me korbe, mirë, jemi. Po qa bën, qysh je, tek je? Mirë, si ke qenë mirë, atë Ha, kështu, si vera përsysh. si më shkon vera? Verën. Ku jeti? Unë tani jam në Angli. Qa bën Angli? Qa do ti në Angli, la? Tani, histori, ja, nuk është në histori gjatë. Thjesht, I ka me studime, domethënë, edhe normalisht kjo industria punës ku jam unë, domethënë është shumë ka shumë mundësi këtu, edhe prandaj jam këtu. Unë jam domethënë në industrinë e filmit dhe film dhe TV, edhe jam editor, domethënë montazhier. Edhe domethënë për këtë studiova, edhe tani jam këtu domethënë për Kam një punë. pyetje, Po. please. Para të kalojmë. Pse këtyre të televizionit i themi montazhier, që e bëjmë pak shfenci, pse nuk e thjesht montues, la? Montues. Montues, po. Se ke keq, se kisha menuar në herë në fakt. A e kupton domethënë sa ndrejt? Po. Se çan montojmë bufene, matrice? Jo, ne montazhier mosja. El montazhi është diçka që psikologjike, ti thon atë. Domethënë montues është blue collar, montazhier white collar. Puna është deri te diku e njëjtë, thjesht nuk ka nevojë të ngresh kështu do lepër deri në katin e tretë pa ashensor. Po. Edhe në fakt ku punoj unë, montojmë trailera. Edhe është e fortë se kam thënë tjerë për shkak që punoj me një kompani kështu trailerash. Edhe po thënë, kështu me kamione me gjëra, them, aty afër. Ato fiks tjetër pyetje do të bëja edhe unë, domethënë 100% atë ishte pyetja ime. Po, dihet Po, pritet. Emrin e plot si e ke, apo është një emri që është në Instagram? Tani jo, tash një lito është një krijesë e shokëve të mi të gjimnazit. Është unë quhem Daniel, edhe një shok më triste për shkak ato është o Njeli, ç'a bone. Edhe nga Njeli pastaj u bë një lito, se ku diun se ç'a thoshin ato. Kur lushin FIFA për shembull, ishte njëri që ishte Chicharito, thoshte Chicharito, pastaj më bëni një lito, edhe ngeli kështu. Bravo. Po më ka lezet ashtu ngelin në emra gjithë, prandaj. Për zonë shumë interesante, edhe kam si tip kujtime të lezetshëm, domethënë nga gjimnazi. Çfarë prodhimi jeti? Unë jam 2001. Po. God damn, pse duket sikur je 81 plak. Vazhdojmë. Po njëri që nuk I besoj askujt që ka lind pas kullave. Po ju në fakt jeni gjithë clown domethënë. E ke edhe ti atë pikën këtu që janë ato postet në Instagram, po ke një pikë këtu, atëherë ti je I klonuar. E kam diku këni, po. Super fare. Edhe ke gjimnazin e ke bërë apo dhe shkollën në Tiranë dhe pastaj ke lvizur? Jo, unë jam nga Durrësi, domethënë kam bërë gjimnazin Durrës. Pastaj teknikisht nuk jam diplomuar kurrë në gjimnazit, sepse I kanë vit 2, domethënë mbarova vitin e dytë, pastaj u zhvendosa këtej. Pastaj domethënë vazhdova universitetin këtej. Edhe kështu. Domethënë kur isha 17 vjeç, kam ikur domethënë. Everything makes sense now, plak, se të bën gjato kur bën ato videot përveç gjithë shakave që do I futemi, domethënë e kam marrë kur mundohesh të ndash në një temë, domethënë siç mundohem unë apo të tjerë për të folur për diçka, edhe ato prerjet janë motrat më valla, edhe që si bën kështu në sekond domethënë, edhe fjalia dele saktë, edhe fjala del nga fillimi I fundit, se unë kur mundon ti bëj kështu të shpeshta, e ke parasysh më mungon shkronja e parë, më hahet ajo oja në fund, domethënë. Fucking damn it. Okej, tani bën sens. Çdo gjë, domethënë. Di shumë atë se mos e me caption se nëse bën kompjuter është e thjesht, po kur bën celular për shembull, është shumë e vështirë, bën zoom in ke ajo timeline-i, po rri për shembull 5 minuta sa me kap një caption që mos dalë një frame më parë, është ta hiq trurin, po ja vlen. Seriozisht. Edhe, po kur shkove në Angli që mbarove atje gjimnazin një herë, këto që kishe lënë apo si? Domethënë, ashtu do e vazhdoja, domethënë, ai ishte qëllimi, por sipas sistemit të tyre shkollës, e kanë një, domethënë unë isha teknikisht një vit më I madh për të futur në sistemin e tyre, kështu që vazhdova një
që më thënë... Për jashtë, që e tjetër. Këtë marrë. Vazhdova një këto e quhen kolegj, se kam ndryshe me kolegjin nga universiteti, edhe është si tip, teknikisht është si tip shkollë profesionale, domethënë, po unë e bëra, ishte kështu 2 vjeçare, unë e bëra për media, edhe kjo përfshinte montimin, montazhimin, graphic design, pak gazetari, kështu gjërash. Ke bërë gazetari? Ua, që nga dhe gazetar. Shumë pak. Edhe e urrej shumë të shkruaja, kam shumë besdi, biles edhe ke tezë diplomës që nuk është se kisha dhe aq shumë të shkruaja, po kam zvarrit aq shumë saqë nëse e marrova, po është zvarrit shumë edhe me shumë mundim edhe me shumë dhimbje, po më thon, po më domethënë ajo që qafe. Po kështu, jo, e urrej të shkruarin, du shumë praktik, domethënë. Po të ndihmon e shkruaj, prapë unë jam njësoj si ti, po është jashtëzakonisht shumë e vështirë të shkruash plak. Edhe për të vetmin arsye që është shumë e vështirë e kam kuptuar domethënë që çallë ndryshimi ka gjithë materiali që është i parashkruar dhe kur nuk është i parashkruar. Flasim për videot shkurtra për monologe etj. Normalisht për podcaste. Vallahi billahi të fillosh podcastove që i bën në 4 orë të fillosh të shkruash. Se mbaron asnjëherë, po. Shumë. Bukur fort. Edhe masi i bëre të shkollën, çfarë bëre pastaj? Pastaj në punë, domethënë, fatmirësisht në shtëpi mbillnim lule që i kornim. Lule kështu rekreacionale. Ja, domethënë, pastaj në punë direkt, domethënë se tash me që ka shumë mundësi, ka shumë kompani shumë domethënë të ndryshme, edhe fillova të aplikoj, biles që në vit 2, në fillim në vitit 2 të universitetit, u futa me një kompani që donë kështu post-produksion, edhe aty isha, si më thënë, ndihmës asistent, edhe ndjenja aty për një gati 2 vjet, edhe pastaj, një vit e 10 muaj. Pastaj kalova ke një kompani tjetër që bëra internship, ishte një fabrike që po punoja part-time, kjo kompania parë, po bëja part-time internship kjo e dyta, edhe isha dhe studim, domethënë, edhe isha 7 ditë në javë, isha kështu, domethënë, çapo not. Po që, domethënë, ishte një periudhë që bëra ca sakrifisa, po sigurisht ja vleti sepse kjo kompania ku bëra internshipin, mora më shumë aftësi teknike, domethënë, për montim, edhe që më vletën. Edhe tani jam ke një kompani tjetër, e tretë, domethënë. Edhe, si më thënë, shkallë pas shkallë, kanë ato aftësit janë shtuar, domethënë, dhe kam qenë shumë e fatë që kam apliku herët, se këta e shoh. Dega jote në universitet si quhet si drejtim? Quhet Editing and Post-Production. Sa vite zgjat? 3 vite, domethënë bachelor. E kuptoj. Edhe fokusohet më shumë për kjo tradicionale, domethënë për film, për televizion, për seriale, domethënë për drama. Edhe këto bëjnë Po pse i thua tradicionale të kësaj? Jo tradicionale. Jo tradicionale, për shembull janë YouTube-i, social media, gjitha këto. Se ndryshojnë shumë për shembull stile montimi. Për shembull, gjatë shef video Mr. Beastit, që për shembull ta kesh parë që thotë, welcome guys, don 100 gjëra shumë ndryshe. Edhe kështu domethënë. Po këto më shumë mësojnë atë mënyrën tradicionale, që nuk është se është keq, mirë është, po ka dhe shumë, për shembull, gjysma e klasës time e kishin atë donin që të bëshim shumë mësim për këto, për YouTube-in, për këtë ne, domethënë, për gjëra të reja. Edhe kishin një plan, duan të bëhen të famshëm. Po, gjithë kanë problem, po. Po, patjetër. Edhe kështu, po mirë. Nuk ishte eksperiencë e keqe, domethënë, çfarë më kuptuan është që nuk është se ishte kot, se ca veta thoshin që është po shpenzojmë kot, ja ne nuk ja vlen. Planoj çfarë lloj gjë të studiosh, do ketë gjithmonë një grup që do thotë gjithë kohës po shpenzojmë kot. Po, domethënë, është sa investohesh ti ka ajo, domethënë, aq ti jep mbrapsht mendoj unë. Kështu që për mua e vletë. Sa kohë që ke mbaruar ti bachelorin? Teknikisht u diplomova një vjet në tetor, domethënë. Po si studime, domethënë 2024 në maj, qershor e dorëzova atë.
detyrën e fundit fare. Po, që atëherë domethënë je në full time në punë apo nuk je në punë? Po, full time tani. Po pse nuk merr benefite valla? Pse i kanë punë? Po si ai tipin që është ku është ai, ndiku këtej në Gjermani, ai morti i madhi. Ai që poston video kështu. Ai, era na puna ti. Del gjithmonë në feed, po thash çat, nuk e di domethënë. As e ti me flok gjata, kështu që. Po shumë kam ta E ke takuar ti apo se ti në Gjermani? Unë atë pi kafe, e kupton. Unë jam ai kari pra i cili flet me që i pun për ditë. Ti bën video po. E ti mos bëj sigur se ke bërë vetëm montimin të shikot. Shiko, e si hartojmë çik si hartojmë iko vari lesht. Njerëz na falni, nuk na ka bërë efektin kafeja akoma, por gjithsesi jemi akoma. Ç'është ky fenomen më vlla? A ke parasysh mirë ai që i bën ato tall trapin, ai ka parë, ai gjen e bën normalisht. Nuk i kam asnjëherë I don't hate the player, a ke parasysh? Edhe më shikoj njerëz domethënë që vetëm me shajnë valla. A ke parasysh sa pse kemi kaq shumë nevojë për të e ke parasysh vetëm lësho. Është shumë kjo vreri sidomos është shumë është një gjë që është shumë e keqe, shumë negative, no shit. Po vjen me qesh se më kujtohet se di nëse ke pak të kohë të fundit kanë dalë të videot me inteligjencë artificiale që bën kështu intervista gazetarë gjithë. Edhe një ditë të bukur thash filloj të komentoj Arkoç për tallje. Edhe komentova Photoshop. E ke Photoshop këtë. Kjo është Photoshop e ki, Photoshop bre. E thua komentoj këtë, çdo video që ti Photoshop. Tani, okay, kalon ca ditë. Pastaj vjen vetëm kur vjen reply. Jo, nuk është Photoshop kjo. Jo, kjo është AI, Photoshop është për video, domethënë edhe pastaj jo vetëm kështu, po me të shajtme, me kështu, edhe prap tu dole ti. A do të thënë. Nuk e di domethënë. Jo, domethënë rob të shan online vetëm sepse ndryshimi mes Photoshopit dhe AI, domethënë për këtë keq. Okej. Domethënë për një gjë kaq me parë. Edhe ti e burr ti si nuk e di pse ti e ke faj vet. Ti e ke faj. Po, domethënë të kjo rage bait, domethënë ti bësh njerëzit ti nxefësh njerëzit, ti acarosh me qëllim, domethënë në internet është kohë të fundit është një nga gjërat e mia të preferuara. Shumë shiko se kjo nuk është as domosdoshmërisht rage bait tek pjesa që se bën Photoshop, unë e kuptoj. Është kjo, më shakaja naive, dead joke, ku dëgjon dikush 74 vjeçar që thotë e kam mësuar Photoshopin dhe aty ka ngelur te Photoshopi, thotë kjo është Photoshop, po unë nuk kuptoj pse do mërzitesh si një njeri i thosh jo, s'është Photoshop. Rjeti gjo nuk di gjeti. Gjo mua. Jo se dalë e imja. Kam unë mirë. Gjeti jo. Sa kam bërë nga këto. Kam pas një çun xhajes unë çfarë vetëm ato bën ai. Marr vesh vëllai. Këto. Kjo është sistemi kryesor. Po bukur fort. Domethënë je në punë gjithkohës edhe merre je në tregun, le të themi siç e quajtë ti tradicional të kinematografisë apo je diçka new apo Po, teknikisht ashtu i bie. Domethënë nëse jemi me terma teknik fare, i bie jam dhe pjesa marketingut, sepse kompania ime është, domethënë është bën trailera, edhe bën versione për media sociale të trailerave. Trailera jo për udhëtime, miq, edhe një herë, e theksojmë, nënvizojmë. Trailer si trailer filmi, trailer seriali, jo trailer Trailer film seriali. Se është të Drusaka, jo për gjë. Po pra. Domethënë teknikisht quhet ke film marketing / kështu. Po, më shumë mund të konsiderohet tradicionale se sa kështu. Po, edhe ku kam kohë të lirë, domethënë, po më tani bëj video se kam domethënë shumë vite që thjesht i ndjek gjithë to llogarit, shumë accountet që bëjnë shumë video. Jo, mos më ndile, tale, jam un moderatori, vazhdo me montimin ti. Po, më falni. Te puna që bën domethënë çfarë jam më e shpifur. Për shembull, nëse në mënyrë objektive, jo për ta marrë kështu që në mënyrë objektive, pavarësisht se 99% do jenë gjëra të mira, për shembull se ti kot nuk e bën si punë, se dashuron e bën, po që çfarë është një gjë që është komplet çu, them që po mos ta kishe këtë, për shembull ti do ishe në orgazm gjatë gjithë kohës, për shembull. Do ishte besoj
kjo pjesa e komunikimit, po kjo vjen besoj me qenë një kompani relativisht, nuk është më e madhe, është 50 persona, domethënë, po për shembull, si do bësh një veprim që është relativisht i thjeshtë te programi, për shembull, te Premiere. Edhe po unë tani duhet ta konfirmoj me producentin, me koordinatorin, me atë supervizorin, domethënë sepse unë nuk ta bëj këtë veprimin, por duhet ta koordinoj patjetër me këto, domethënë veprimin që bëj, edhe nëse është i vogël, duhet ta kaloj patjetër te zinxhiri i komandës. Edhe në fakt që është një gjë shumë e thjeshtë, edhe që do merrte shumë më pak kohë, po mos ishte kjo. Por që kjo është e shpifme, edhe më duhet presur për emaillet, pastaj ndoshta nuk janë të disponueshme. Do të pyesja, domethënë pse me email bënin gjithë ato, mendoja se mund të kishte në një platformë ku ti thjesht e ngarkon diçka e vetëm automatikisht ti detyrim për ta parë, si Master Task apo ku dëgjon këto novelties çka kanë dalë tash. Po, jo, kemi edhe Teams email, po, domethënë varet nga rëndësia e saj. Nëse është diçka si më e rëndësishme, normalisht me email që të jenë më formale, edhe që të jenë gjithë, domethënë të jenë bërë kështu tag email gjithë, që ta shohin. Edhe po jo, nëse është një gjë e shpejtë, bëhet tash patjetër, thjesht ja çon me Teams, çfarë është bërë, çfarë ndryshime është bërë, edhe bëhet. Edhe pse është kjo barrierë e tillë, domethënë, pse duhet të funksionojë këtë mënyrë dhe jo në një mënyrë tjetër, kur nëse mund ta ndajnë edhe personazhe të tjerë që është një nga gjërat negative për besoj është thjesht në fakt me sa kuptoj unë është thjesht ajo që thjesht për të siguruar që gjërat janë okay, domethënë. Thjesht për të marrë atë okay nga ai personi më në krye, domethënë. Se në fund punë thjesht për të siguruar veten, domethënë që pse unë të pyet. Po, që e kam bërë timin, domethënë. E ruan shtëpinë tonë. Okej, unë si kam shifto gjëra fare. Believe me, në Gjermani kemi jashtëzakonisht shumë nga këto praktikat e tilla, domethënë që mjafton ti të jesh i siguruar për veten, të shkruash gjërat edhe çdo gjë tjetër është në rregull. Nuk është se kam shumë respekt për metodat e tilla. Okej, po pa u menduar shumë, një nga gjërat që e ke ti te puna jote ose te gjithë industria, për shembull, një tradit, një diçka që njerëzit bëjnë në përditshmëri që do ishte shumë useful edhe për çdo njeri tjetër, domethënë, ku dëgjon, për një murator, për një bukpjekës, I don't know. Patjetër, po. Pyetje shumë mirë, kam një shumë, domethënë, një përgjigje. Fakt, po, atëherë, montimi dhe editimi është të heqësh nga sa material madh që ke, për shembull, të heqësh sa më shumë, e të lësh vetëm ato gjëra themelore, si be. Po. Domethënë, që të tregosh atë që ke më thënë, thuash thelbin e historisë ose çfarë do që të jetë me sa më pak kohë të mundur, domethënë. Se shumë tjera janë pa nevojshme. Edhe nëse njerëzit për shembull do aplikoshin tek shumë fusha tjera, do ishte shumë më mirë. Thjesht kemi shumë gjëra që nuk është se kanë dash rëndësi, që nëse thjesht si japim vëmendje, edhe fokusohemi vetëm ato që kanë rëndësi, mund ta themi atë që duam të themi për shembull. Ose mund të arrijmë atë ku duam më shpejt. Spektakël. Po, shiko, është edhe një vijë jashtëzakonisht shumë e hollë kjo, se e ke parasysh ka qenë, nuk e di nëse ekziston më, nuk e di çfarë aplikacioni ka qenë social media, po më duket edhe YouTuber, ka qenë njëri që bënte një film nga ato të Marvel, për shembull, që ishte nga 1 orë gjysmë 2 orë. Ai blithe kështu në 4 minuta. And then they come here, and then they did that, and then he made this, and then they did that, and po. E ke parasysh se kishte edhe këtë llojin e zërit të tillë, domethënë që ishte pak acarues kështu në background, edhe unë nuk kam parë asnjë film të Marvel, by the way, don't hate me. Mërte asnjë fare. Wow. Tani nuk e di kush është e Marvel, se kam parë X-Men. Quhet X-Men? Marvel. Po, ato janë Marvel, Okej, ato X-Men e kam parë, kur me ato që ngre urën ai edhe atje. Po, jo, janë të mirë fakt. Po, atë kam parë, kaq, domethënë, pastaj të tjerë këto të DC-s kemi parë zakonisht, edhe ideja është që, okay, për mua ka qenë shumë useful, se për të futur në biseda me miq apo ku dëgjon me dikë tjetër që kishte parë filmat e Marvel, mund të shikoj atje, se ai tipi ka qenë përpara kohës vet. Se tani mund të thosh ChatGPT më thuaj, çdo gjë të duhur që duhet të përmend në një bisedë rreth këtij filmi. Kurse ai tipi thjesht Çai tipi. Bam gjatë gjithë kohës, domethënë edhe
Ai kishte shumë urryesa, domethënë që na shkoi filmin ti bën gjëra të pabukura etj edhe un prapë nuk kuptoj që vëlla thjesht mos e shikoj më plak. Mbyllë. Verifikove videon. Në momentin e parë që shikon çfarë po bën ai thjesht mbyllë, është thjesht një klikim larg. Shumë thjesht një klikim larg. Shumë vërtet. Edhe ti në vitin e kaluar besoj unë. Ose një vit përpara, po më duket se vitin e kaluar apo jo. U ngjiz për herë të parë ai akaunti i Instagramit. Po, nga fundi i vitit në nëntor. Po. Ç'ne? Po, ose çfarë do tjella se ne sikur kemi aftosh ne mashallah plot kemi nga atë lloj soj edhe nga Durrësi kemi, edhe nga Shijaku, çfarë do ti? Po, ja që bëm papunësia. Jo, fakt, teknikisht ishte një periudhë që realisht nuk isha punë, se domethënë isha i punësuar, po nuk patëm një periudhë të thatë, edhe ca ditë, domethënë zakonisht punoja 5 ditë, po në këtë periudhë punoja 2 ditë për shembull. Edhe kisha shumë kohë të lirë dhe thash, okay, kam pas dashur me bëj këtë gjë pse jo, domethënë. Edhe vinin ca ide, ca idiotliqe, ca budalliqe kështu, më thash, pse jo. Edhe nëse fillova ti bëj, edhe postova. Po në fillim e fillova me TikTok-un. Nuk e fillova Instagram direkt se kisha shumë kështu, kisha shumë ku diun si tip zor, vite si turp. Më çish karrikë domethënë. Pse e kemi të është njëta, është literalisht e njëjta gjë domethënë, edhe unë kam të që përse Instagrami është më serioz. Instagrami fix. Është një TikTok, nuk është radikali majt TikTok, është radikali djati, se same shit. Njëjta gjë. Njëjta gjë në gjëra të ndryshme, po. Edhe e vetëm kur nuk një vite treta diçka të tilla që bërë me Unikatilin, kur ajo shkoi virale në TikTok, thash, "Wow, çfarë po ndodh?" Edhe thash, "Okay, thash, me që kjo shkoi virale në TikTok, po hap Instagramin." Edhe hapa Instagramin, ca ditë më mbrapa. Edhe fillova të postoj ti hadh më. Po Unikatilin e ke fjalë me atë me 9 vjeçare, domethënë me këngë të emigrimi. Po, atë pash që shpërndave më para. Po si, jo, unë po shikoja prapë nga e para, domethënë se po të krijoja edhe pak një ide për veten time, domethënë cilat ishin mia të preferuara apo. E ja shikoj me iku tash, më pre varësisht. Ajo ishte vërtet, ajo ka qenë është një nga të mia më të preferuar, jo më e preferuar, por një nga më të preferuar, por dhe është e çuditshme domethënë që të gjitha vëlla e kishin atë. Ne nuk kishim emo boys, kishim Unikatilin domethënë. Po, kishim Unikatilin. Kishim Unikatilin. Ishim me kapuçat e laja. Hani farat, varika, sriet do ikin. Po. Po, të ngjup që flet Unikatili për mërgimin e për historitë e tij. Gangsterë kështu edhe ndërkohë. Jeta e këtij filanit është shumë e vështirë. Edhe unë do ta përdor këtë për të marrë vëmendje vetë. Very nice. Unë do shpreh atë timen. Si të lini këto ide, domethënë, është diçka që ti mendon, domethënë, ke një proces të ndinj që le të themi ulesh, si jam ta që unë në orën 7 të mëngjesit, fus kokën time në një kovë me ujë me akull. Punoj 4 orë përpara se të zgjohem dhe pastaj. Po, unë e bëj fiks kështu, vetëm se fuse 1 kilometër vrap, domethënë. Bravo. Ai lidhet ti ato zinxhir të qenit kështu afër, domethënë, edhe treq një SUV nga pas. Zakonisht një kamion. Po, kur jam pak më i lodhur SUV ose very nice. Po shkon më shumë lëkura e zezë. Okej, vazhdo. Too much. Faleminderit. Si ti shishon. Jo, realisht nuk është se kam një proces shumë të madh. Më vin nga mënyra më idiote. Domethënë po flas për diçka ose më shoh një koment ose po shkruaj, domethënë po shkruaj dikujt, më shkruan një diçka, edhe vetëm kur i bëj ato lidhje me fjalën, mund ta bëj video këtë. Edhe e shkruaj ke telefonin, pjesë shënoj shpejt çfarë ide, domethënë ajo që merr në moment. Edhe më vonë për shembull, ditën tjetër ose 3 ditë më mbrapa, e shoh edhe një herë dhe them, okay, kjo nëse funksionon kështu, arrisë direkt si është në video. Nëse nuk funksionon mirë, e rregulloj të pak, domethënë nga për shembull, se varet shumë çfarë ide është, po thjesht domethënë është e përgjithshme që sa të vjen ideja e shkruaj direkt, pastaj i kthej më mbrapa dhe e përpunoj domethënë më vonë,
edhe kur ta kem gati them që okay, nuk di është e momenti që ti e din që okay, kjo funksionon domethënë. Edhe pse filmon ata gjithë. Edhe unë kam futur të tash domethënë, unë s'kam as kohë as nerva edhe as aftësi domethënë për të bërë editimet e tilla, prandaj vetëm ato ide që kam pasur që janë më shumë bite, nuk janë më shumë scenario siç i bën ti, është pak më ndryshe. Edhe tani kam paketuar ato që i kam kapur në kohë, i kam futur normalisht vetëm për membership pastaj tek YouTube si Wild Thoughts. Ka të tjera për të regjistruar për ti ngarkuar, po e disa gjë e bukur është që më të shkruar. Se unë ja them gjithë secilit me këtë iden se jam fan se kësaj. Kohët e fundit vllai, nga që unë kam ndryshuar projektin tani për momentin e kupton edhe sa të futemi në vazhdën e punës, domethënë që çdo gjë të funksionojë ashtu siç duhet, ka goxha punë projekti, domethënë të kërkon ti jesh aty gjatë gjithë kohës. Po. Edhe për zotin lart, kam një 3 javë literalisht më qan shpirti. Kam një beb të vogël brenda meje që është duke qarë 24 orë 24 sepse jam i sigurt që një ditë para se të isha në Spanjë, kur isha në sa 2 javë gjysmë 3 javë. Në një meeting që kishim në kontenerin ku bën meeting për kantierin, domethënë. Më erdhi një super shaka më plak. Edhe aq e mirë ishte super shakaja sa fillova të qeshja. Meanwhile unë drejtoj takimin e grozësh. Edhe po shtrëngohesha veten kështu domethënë po mundohesha kështu po që para në sy të shënoja diçka të cepi. Okej. Atë fletën që kisha shënuar diçka ma mori një nga ata punëtorët të gipsit dhe nuk ma dha më. Edhe kam qa atëre domethënë mundohem të kujtoj se çfarë ishte, që pse ishte aq e bukur sa po qeshja veten time si budalla dhe nuk e kujtoj dot. Kështu të i lutem dhe ja u sugjeroj të gjithë njerëzve që kanë ide, që kanë një shpirt krijimi deri diku, shkruajeni, mund të jetë gjë më idiote e mundshme, mund të jetë domethënë më e pavlefshme, mund të jetë ore vlla pler të jetë domethënë prap shkruaje sepse nuk i dihet asnjëherë domethënë. Unë literalisht kam u bë 3 javë vlla për zotin, më del gjumi natë nga kjo gjë. Po kishte lidhje me punën apo erdhi kështu kot? Normalisht kishte lidhje me punën. Është humor, domethënë këto gjërat që unë shkruaj domethënë nuk janë asnjëherë të përfunduara. Duhet të marrësh dikë që e bën për ditë si punë, domethënë dikë si Arlinda apo një nga çunat e komedisë në Shqipëri që ta shofi si prompt ose Uliadin për shembull. Ta shofi si prompt, thotë që po heqim të, i vëm të, heqim ato, i vëm të dhe këtu del. Është shumë ideja domethënë, po çfarë nuk shikon në kanë tjerë burrë, është ti sa merr mendja. Edhe janë janë të zhanrit janë çik fucked up, domethënë kështu që hyn nga ana e zezë pak, po që ai është edhe ajo është shija ime personale, domethënë, se ka njerëz që kanë qef ato humorin e pastër ose le të themi kështu high end, po që unë konsumoj të gjitha valla, unë kam shumë qef komedin, kështu që po vet për shejtan vetë më hadhi ku s'duhet, çfarë i bëj unë shit, po. Ja, për shembull tani që ti shejtan, më kujtu direkt ajo shpreha, e mbush shejtani. Ore, çan mbush shejtani, valla, s'kam kuptuar ndonjëherë. Kjo vërtetësisht imagjino kur e gjoj këtë, imagjinoj një djalë të vogël aty duke mbush diçka, them. Çash. Ja, por këtë e kam pas ide, e di që e kam shkruajt, po s'e kam bërë kurrë, domethënë se dia si ta përpunoja. Me se ju si për thoni mbush shejtani, se ne themi shkrep shejtani. Shkullos luanin kalamajt me çifte. Se shikuj është realiteti shqiptar, fëmijët drejtonin çifte njëri tjetrit domethënë, ose burra duke bërë shaka domethënë, duke pirë çka kishin në një armë në 90 kusur domethënë, ja drejtonin njëri tjetrin, thoshte mos e shkrep shejtani ose mos e mbush shejtani thonë ju si. Aha, ka qenë për artin e gjitha kjo. Është plak është nevertheless it's fucked up, kupton? Shumë. Një që kisha unë qef me të tillë domethënë njerëz të parental advisory këtu, po që i kemi të shprehen pyet sa atë të bëj si ti vet. Po. Çe kanë pyet ata sa atë të pastaj, do një gjë me kon. Ikë valla. Ti nëse do bësh si ti vet, vazhdo që fillim çfarë me kon. E ke parasysh? Ai kon kod, po. O vllai, si ta bëj të pastiçe? Unë ta bësh me vezë, faleminderit, nuk do ta bëj me vezë, po faleminderit. What the fuck? Ç'është kjo më valla? Kupton, sa mund të ofendohesh si njëri, të vjen një njeri të merr një mendim kështu një 20 minuta,
E ti thoj që okay, un po harxoj kohën e jetës time të ndihmoj ty me këtë gjë, edhe ti pastaj do bësh si ti vet, vari. Çmendorim olla. Po shumë e vërtet, shumë e Kjo vërtet. është prej e urt, e kurse kjo është fjalë popullore. Po. Atë kjo me që është fjalë e urtë të Po pra, po si s'kemi një fjalë popullore për shembull mos voto PS-n kur nuk të sjell ujin në Vlorë. Kështu do ishte një fjalë e urtë që do ishte vërtet e goditur dhe do funksiononte gjatë gjithë kohës plagë. Po, edhe për korat moderne, domethënë kur jetojmë. Me sa duket ajo do të jetë një fjalë e urtë popullore e pavdekshme se këta s'kan ndërmend të ikin, kështu që do jetë e vlefshme gjatë gjithë kohës. Jemi larg, po që do jetë mirë edhe për ca dekada, edhe për ca videot, domethënë gjitha si kategorizohen këto para fare. Kot për çefin ton, për formalitet, domethënë, që si quhen këto gjërat. Unë domethënë i kategorizoj ke comedy skits, domethënë skeçe komedie. Skeçe, po. Skeçe, besoj. Po, skeçe. Skeçe, vazhdojmë. Shiko, skeçe, pse i bëm valla? Nuk e di, thjesht e ndje si kështu. Domethënë, shiko, nëse je shqiptar edhe ndjen je gay e para fare. E vërtet, po. Atëherë, si një burr shumë me rrot. Nuk jam smerë me do. Domethënë këto video ti bëj se ma shumë më. Okej, domethënë thjesht e pash një mundësi për ta bërë, e kisha një ide që e kam pas shumë herë, domethënë para shumë kohësh mendje. Edhe e pash që se ka bo asnjëri tjetër, dhe thash, okay, pse jo, thash, se me që kjo për shembull, nëse është një ide që është e ngjashme me këtë që kam unë dhe ka funksionuar për shembull, ka shkuar viral ose kushton, pse mos shkoj kjo e imja. Edhe po çfarë është qëllimi final, plak? What is the end goal? E kupton? Çfarë do arrish me këtë gjë? Tani ke bërë një pyetje shumë ekzistenciale. Ta lutem mos e var veten pas kësaj bisede. Ja, kalon pak. Okay, se s'kam shumë lart. Just në kam. Është nuk e di as vetë, është thjesht për të thjesht ajo mola që të hapër brenda që pse se ke bërë. Po çfarë është ajo? Unë e di çfarë është, po duhet më thuash ti çfarë është. Nuk e di. Është që ta bëj sepse jo, domethënë. Nuk e di, është. Okej, ta them unë edhe nëse unë e them për veten time, që kjo aplikohet për podcastet dhe për to budalliqet e tjera që bëj unë, domethënë, në stajt dhe ti ma thuaj nëse përputhet edhe me ty. Është mënyra e vetme se si ty subkonscienca të detyron, ti nuk e zgjidhje fare te kjo në fakt. Nuk free will nuk ka. Është subkonscienca jote të detyron që të shpalosësh anën tjetër. Sidomos kur ke në një punë full time që bën montazhin apo unë që bëj të gjë tjetër, nga që njeriu nuk është asnjëherë një dimensional, se imagjino sa boring do ishte filani, po të ishte një dimensional, bënte atë gjën. Pastaj ne të gjithë njohim një tip, domethënë që bën një punë dhe ajo puna është i gjithë karakteri i tyre, domethënë. Çdo gjë është ajo dhe asnjë gjë tjetër. Dhe thjesht është, domethënë, shpirti jot apo nuk e di në çfarë mund të besosh ti që thoshë vëlla në një mënyrë apo në një tjetër kjo do të dalë, është si uji. Kur futet uji diku do dalë me një tjetër, është e pamundur domethënë. Jo, mbajt sipër, është. Fiksë ka thënë. Edhe mendoj që është më shumë për krajësi personale, për vetë për mbushje domethënë, se ti valla, se s'bëra pyetje më të rëndësishme që bëjnë shqiptarë gjithë, sa lek merr na kjo. Marr domethënë mjaftueshëm, por nuk është se marr aq shumë, për shembull sa do doja. Por domethënë nuk është super keq, po as super mirë nuk është. Është okay, ish. Po si ke të ndarë më shumë, domethënë, më shumë financohesh nga sponsora apo më shumë nga konsumimi i videove? Jo, videot, jo thashë kishe për punë. Jo, po kam me punë nuk pyet një për rogën. Jo. O dale se jam 75 vjeç, unë të tregoj sa lek merr në muaj, tash shikoj ja fule. Sa bëri. Jo, për momentin nuk fitoj asgjë. Për momentin jap lek atyre, tash njerëzit ta shohin. Jap lek. Ja shkurt pjesë në shpirtin. Për momentin na 2500 lekë gjithë secili që i jep një view nga fillimi në fund me një share.
Qilej për views. Jo, për momentin nuk është se, jo, nuk është komplet, domethënë, falas. Falas? Nuk kam asnjë lloj përfitimi, po ndoshta në të ardhmen e kam menduar si plan, domethënë për të, se nuk është se i kam nuk është se kam kërkuar shumë ke këto, jo ke monetizimi apo çan këto tjerat. Nuk është se kam kërkuar shumë, po është gjë që do e marr, domethënë, në ndërmend për të ardhmen. Ke kanal në YouTube ti? E kam hapur, edhe do filloj, domethënë, të hedh videot që kam te platformat e tjera, do fëti edhe aty. Duhet ti fillosh edhe se s'bën se nuk e din nëse një fatë si e ka Arba apo Alba. Alba është mbari, më duket. Ajo që bën kështu si nga lushnja gjatë gjithë kohës. Po ajo që bën ato videot me atë tipin. Kontent ndryshëm. Edhe asaj ja kishin, domethënë është dikush që ka hapur YouTube-in në emër të asaj, me fytyrën e asaj, me materialin e asaj përpara asaj, domethënë edhe nuk e kthen dot ajo tani. E ke parasysh? Edhe ai tipi domethënë, imagjino sa ai mund të ketë xhiruar minimum një 2.000-3.000 euro, domethënë, vetëm me videot e asaj pa frikë. Është 100% e sigurt se kanë nga qendra mira views, domethënë. Edhe ajo ka bërë gjithë punën, po thjesht nuk është treguar aq e shpejt, domethënë, sa për të bërë atë. Kështu që, po, se i thon shumë njerëz domethënë që okay, fokusohu te një të rrisësh një platformë, domethënë, unë mendoj që YouTube do të jetë gjithmonë. Mund të vendosësh mos të jedhësh në TikTok dhe në Instagram, se aty njësoj ato prap do hidhen, domethënë, edhe unë mund të shkarkoj videon të ta hedh prapë, dhe Instagrami nuk është se gives a fuck about it, po që YouTube është ndryshe, domethënë, vërtet ka potencial. Plus që është edhe jashtëzakonisht shumë konsumi. Unë kam vënë në skenën shqiptare tash për shembull është konsumi në YouTube dhe në Facebook plak. Facebook is coming back. Facebooku po çmendet valla. E ke parasysh edhe po, domethënë një gjysmë të videove të mia domethënë janë 2 fish në Facebook se sa në Instagram. Që është fucked up. E ke parasysh? Po ta mendosh kështu. Se unë e di se vetëm mami dhe babi im ishin në Facebook, po me sa i duket jo. Po, jo, nuk e di, herë fundi që kam që ja fund Facebook, nuk e di para 2 vitesh ndoshta kur do të shisja diçka në marketplace. Edhe Amerika Gaming. Gaming chair for free. Edhe u futa aty dhe ndinin vetëm video kështu AI, jo, para 2 vitesh. Nuk e marr mend se kur, po dilin video AI, video nga ato sketchet e komedisë që dallohen që janë kështu super, ato që kështu YouTube pranks, po janë kështu super staged. Ato që mua ato shiko, unë ndjej në ato temblat kështu, çe thonë ty, në tembla ndjej kur shikoj nga ato videot për shembull, ndjej kështu një qeliz kanceri që zgjohet nga gjumi dhe sa heq telefonin unë pa vdes direkte. Po. Edhe e shpëtoi veten time. Nuk e kam kuptuar kush është audiencia për ato lloj videosh, domethënë. Ato range adjustment që bëjnë. Ta thot vllai e cila është audienca, është ajo që ne nuk pranojmë dot sepse na ka mësuar mami dhe babi të jemi të sjellshëm. Audienca për ata janë njerëz të budallënj. Po. Ka shumë pak, pranoj janë aq mëdha ato numra. Edhe prandaj ato janë nga shumë 36 giga milion views. E ke parasysh e thotë, what? Po shikon këto molla. E ke parasysh, domethënë ti të përshtillen zorët nga cringe aty, e gjithë kohës. Po. Edhe ajo thot 31 milion views. E kupton, okay, në rregull. Po. Cool. Po, marrë. Po që funksionon. Ajo thjesht është diçka që unë s'e bëj dot, për shembull, jam I don't know. Unë jam shumë paragjykues si njeri edhe kam vendosur që mos ta shpreh shumë në publik se me që këta përbëjnë një pjesë shumë të madhe, domethënë, edhe mos të mërzisin kot. Po që I don't know. Pastaj nuk e di nëse për shembull hapun një account Facebook, nuk e di sa veta për shembull që janë ato videot që për shembull persona që mund të ishin të interesuar kjo videot e mia, sa nga ato veta mund ta përdorin Facebook, se di. Se besoj që të funksionon. E di çfarë është më e bukur? Se ti mendon që për shembull e marrim atë shembullin e parë që morë ti që vije me nga Tilin, do jenë gjithë ata personat që si ti ka dëgjuar nga Tilin? Po. Jo, do shikoj edhe një xhazi që është 65 vjeç që s'ka ç'a bën. E kuptoj, që është duke lozur me domino, do dalë video aty. Edhe do shi ata kanë rjedhur, ç'a brezi është ky. Po do shikoj videon me. Vërtet. Views kalon aty, mund të një diku tjetër do dalë në algoritëm, edhe kështu ndodhet çdo lloj gjëje. Në vërtet. Është çmenduri. Kam parë un feedet në për kafe kur kam qelluar ulur, domethën feedet që i dalin njerëzve. Janë të çmendur kështu.
Përveç kështu Big Booty Latina e këto leshi preshje domethënë që janë çmenduri, Xhaxhi Vllana ruaj do jetë kamerakun se mos i kap ndonjë atak kardiak gjatë videos, po që me sa duket plako, me sa duket çdo gjë funksionon siç e ka parashikuar natyra. Ka përvojë. Jemi akoma. Po që kështu përgjithsisht. Nëse po ke ndonjë plan afatgjate themi për këtë pjesën kreative? Besoj se po. Domethënë nuk e kam plan të vendosur 100%, por për momentin idetë më vinë, domethënë kam mundësi t'i regjistroj, t'i shkruaj, t'i bëj, t'i filmoj. Edhe për momentin do vazhdoj domethënë t'i bëj kështu siç kam qenë duke i bërë. Dhe se ka ca periudha që për shembull mund të jenë shumë i zënë me punë, edhe është pak e lodhshme domethënë bësh këto gjërat ekstra. Mirë, normalisht, si për gjithë domethënë, si për gjithë. Edhe unë prandaj nuk kam as regjistruar as prodhuar shumë kohë në domethënë se literalisht kemi qenë deri në fyt. Kështu që prandaj njerëz të dashur duhet të bëni membership në YouTube, në Buçi Podcast, të bëni donacione që ta lëm punën fare të bëjmë të punë gjithë kohës, e kuptosh? Vërtet, sportoni podcastin. Edhe nuk do na merret goja në fillim sa të na vi kafeja në tru. Kështu që Po. Është kaq e thjeshtë. Po. Edhe që po thoje ti për këto kategori, domethënë tani gjysma e këtyre domethënë skits, po jo gjysma, shumica, po ishte edhe periudha që këto videot me inteligjencë artificiale filluan me këto kafshës kështu, me kafshë pa lidhje, edhe se edhe ke ajo bio e kam kështu trukalbje, domethënë, edhe një pjesë videove thjesht janë putalliqet nga më të ndryshme, nga më të kota, domethënë thjesht trukalbje e pastër. Shikoj, unë atë e shikonte bëre mirë që e përmende sepse unë nuk bie dakord me këtë pjesë, sepse për trukalje besoj e ke fjalën, nuk e di nëse ke për diçka tjetër, por më mendoj se ke për një gjë që në mainstream i thënë për brain rot apo jo. Po. Nuk janë, ajo videot tua nuk janë brain rot, dakor. Shiko, ajo elefanti karburanti, po, mbase, po që se ajo është domethënë kështu bullshit, po videot e tjera nuk janë brain rot, dakor. Skeçet që ke bërë gjitha tani nuk ka njeri që mos t'i pëlqej këto dead jokes. Kamera ime nuk e di çka ka njerëz, po siç e tham pra përpara, një arsye akoma më shumë për të bërë donacione të blemi kamerë cak. Kështu do jetë deri në fund tash se nuk e maneps dot gjatë regjistrimit. Videot janë shumë të bukura plako, seriozisht. Jo vetëm për kompliment, po flas në mënyrë objektive se ndryshe nuk do kishin funksionuar, ndryshe nuk do kishin rezonuar me një pjesë të madhe. Skeçet janë njerëz zakonisht shumë të gjetura, edhe më e bukura mendoj unë që është pika jote më e fortë është ajo stubble, ato gjëra që janë përditshme, që janë, domethënë që gjithë secili i ka përpara syve, po nuk i ka parë asnjëherë në atë kënd që i shef ti, domethënë, dhe kur ja ofron një tjetër lloj këndvështrimi, domethënë është shumë funny, e kupton? Në këto si dead jokes apo shtrëmbëlimi ose të vi fjalëve ose drejtimi një fjalie në një drejtim të dur për të marrë një kuptim tjetër, domethënë mendoj që kjo është diçka që ti e bën jashtëzakonisht shumë mirë dhe mënyra se si njerëzit e ndjekin domethënë dhe festojnë materialin tënd tregon vetë, e kupton? Kjo është fakt tashmë. Kështu që mos ish dorë nga ato dhe mos e quaj trukalbi, sepse nuk është trukalbi, ajo është komplet e kundërta, sepse edhe një pjesë e mirë e atyre të duash edhe të mendohesh njerëz. What the fuck is going on? Kështu që është e kundërta mik. Është e kundërta mik se është ka disa video domethënë aty nga mesi, domethënë që kur ka ardhur tani nga mesi janë ca që vërtet kërkojnë pak gjimnastik në moment që wait a minute. Elite ball game required. është goxha lart, domethënë. Edhe unë i festoj goxha ato. Bëhet qefi që ka persona si ti edhe si shumë të tjerë që marrin kohë nga jeta e tyre domethënë për të nxjerrë diçka të tillë. Se është ndryshe nga ku dijon. Ti mund të bëje edhe me i famshëm edhe mund të bëje edhe lek duke shpënar video tek Ozakut për shembull, e kupton? Nuk ajo do ishte trukalbia. By definition, e kupton? Nëse do kishte definicion, ajo ishte, e kupton, talulli, çan to, që vetëm shumë të nduese
kapësh video ti shkarkosh dhe thjesht ti upload spam, E ke domethënë. vështirë, që është e para fare është punë, e dyta s'është e jotja. Edhe unë kur më dërgojnë po ti vësh re, unë kur bëj upload video meme, domethënë, tani kohët e fundit jam munduar që në çdo lloj që mua më pëlqen ta bëj remix, që ti vej prapa aty janë që e ka bërë përpara. Po, Se shumica janë dhe në të anglisht për shembull edhe kur ata që më dërgojnë ose e kanë batutën vetë që qysh e duan ata ta bëj unë domethënë ose mendoj diçka për ta përshtatur. po, Është më shumë fan. Të duket domethënë që po pse kështu, po është më shumë fan nëse bën remix. po, Që po, të shikoj edhe ai tjetri domethënë, të marrë edhe ai tjetri atë gjën që ka bërë, sepse e ka bërë dikush para teje. Po janë disa gjëra për shembull që e kanë template i parë është i një filani funksionon kur dëgjon në italisht apo në anglisht, po në shqip del super Po. më bukur domethënë. Janë Dhe disa nga po. ato. I kam shumë bezi këto videot që, domethënë, jo për të bërë kështu renta, për tu anku, po. Për shembull, janë sa video që e dallohet direkt që ka kopju direkt për shembull nga italisht apo nga anglisht. Se i bën shqip edhe thjesht nuk funksionon më valla, nuk Po. e di. Po sidomos kur je mësuar. Kur je mësuar. Kam pas munduar të inxhinieroja domethënë për shtatje dhe e kam lënë shpejt. Që kur e kam filluar e kam lënë direkt se e kam kuptuar që nuk funksionon. E vetmja gjë që funksionon për shembull është mund të përdorësh të njëjtin template po me një përshkrim të ndryshëm, që i realiteti shqiptar. Po përshkrimi i njëjtë, tash që ta përkthesh domethënë thjesht nga gjua në gjuhë nuk funksionon. Po. Funksionon se shumica domethënë edhe ata që nuk mund të jenë proficient në anglisht apo në italisht për shembull, mund ta e sigurt që e kanë parë diku dhe e sigurt që truri i vetë të thotë që pse këtë e ke parë diku përpara. Po. Edhe prandaj nuk funksionon. Po. Ne mundohen domethënë që gjithmonë t'i fus një diçka më tepër etj. Për kohë pastaj nëse është jashtëzakonisht shumë fani edhe nuk është profili as aksesueshëm nga ndjekësit e mi, pastaj thjesht i bëj re-upload me remix pa ndryshuar asnjë gjë. Po. Është fiks siç e ka pasur ai, edhe i vetë krediti direkt 100%. Po. Po kjo është mënyrë e mirë për të edhe nëse sa kam gjuhën edhe si më thënë merr më shumë views sepse nga që patjetër janë dy akkaunte edhe i del të dyave. Pikërisht. Jo, por unë mendoj që shikoj, problemi është që shumë gjëra ngarkohen, janë memet janë diçka është shumë grey zone plako, është mjegull të gjithë kohës, sepse nuk e di se kush e krijoi parë, nuk e di kush e holli. Janë ato me stems ato gjëra domethënë, po kanë 101 mënyra për t'ia hequr edhe stampimet. Por ideja është që është diçka që ti si account, për shembull unë nëse të ngarkoj një meme ose një pjesë fani të një diçkaje që nuk të përket ty, po ti e ke hedhur ndërkohë, nuk është e jotja. Thjesht qëllon që ti je personi që i ke hedhur aty e kam parë. Nëse bëhet remix me ty, domethënë është okay, në rregull, çdo gjë ti you were the first one, okay. Këto po ideja është nëse ti nuk e ke të hapur ato, domethënë, po mua më duhet diçka e tillë me se s'bën, sepse do i pëlqen audiencës time, është shumë e vështirë të mos e bësh. Nëse është video jote, pastaj nëse ti je me fytyrë vet personalisht, pastaj është gjë tjetër, pastaj normalisht nuk mund ta bësh atë gjë. Por kur është një material i tretë, domethënë, mendoj që është okay deri diku, thjesht duhet të mundohesh të përfshish sa më shumë palë, domethënë, brenda mundësive, që unë s'po them të dalësh nga rruga jote ti thosh ti marrësh telefon tipin thë më hap çik remixin ta bëj vllajt. Po që në qoftë se është si mundsi bëj, nëse s'është mos e bëj vërtet. Po. Varet edhe çfarë video është, mos e sa funksionojnë, sa nuk funksionojnë, edhe kështu. Kam shumë video, shumë ide kështu që i kam mbrojt se thjesht them, okay, do i bëj kështu remixes, do i bëj kështu. Po, janë akoma në draftet, domethënë në procese sipër. Di që ka problemi këto me remixin dhe me këto sequence, si quhet kjo ajo slide i Instagramit. Ideja është se unë kam bër goxha video me Rion Braçen. Kur shumë video në fakt. Edhe kur më bëri blloka mua i ikën nxit ato. And that's the problem. Okay. Prandaj domethënë të platformat të tilla aty domethënë të detyrojnë të vesh ti shkarkosh videon aty. E pastaj ta ngarkosh vetë domethënë. Nuk është praktike mirë, e para fare ham shumë kohë, e dyta normalisht do iki krediti nuk do i dalë atij tjetrit fare, që është duke përdorur video e ti.
Tani kur të bën blog dikush ose kur okay, gjithsecili ka dëshirë atë hapësinë e vet për të vendosur çfarë bëhet me materialin e tij, domethënë, po nuk mendoj se politikanët duhet të kenë njëta drejta që kanë njëri normal, si figura publike, po nejse, whatever. Prandaj nuk jam avokaton. Po. Po super. Përveç skeçeve ke provuar ndonjë diçka tjetër në krahasim, domethënë se për sa i përket krijimtarisë vet, nga ana e komedisë apo jo, kjo në fakt do ishte kjo e para, domethënë te pjesa e komedisë, për shembull, ta themi. Por që në fakt e kam menduar, edhe më kam thënë, domethënë, me provu për shembull stand-up, po fakt e kam si kështu, nuk e di, nuk besoj që jam shumë i fjalës, për shembull, nuk jam aq i artikuluar. Unë kam folur me kaq që u bën 160 e ca episode podcasti, domethënë, edhe kam diku te 20 çka shkuar, nuk më mban. Nuk më mban, më kam siklet keq. E di, është shumë e vështirë se është patjetër është ke një audiencë, domethënë duhet flasësh i aty para gjithëve, domethënë je fizikisht aty përpallë gjithëve, kështu që kam shumë respekt për gjithë komedianët, domethënë, që bëjnë stand-up, se është nuk di, nuk është e thjeshtë. Ja, nuk është një nga gjërat më të vështira, po edhe atë përfitimin e ka të madh, domethënë, si shpirtëror, monetar mbase jo, po që ka një turn back goxha të lartë, domethënë, nga ana emocionale. Dhe është më e vështirë burse tani është tjetër gjë podcasti, tjetër gjë ajo. Në podcast ai po se pëlqej kësaj çave trapin, thjesht bën skip edhe ishin kalon të tjetrit domethënë, kurse kur del atje përpara edhe ata janë të ulur me bira, me shoqërinë, kanë për të kaluar mirë, ti si bën për të qesur. Hajde, vazhdish çfarë bësh. Audienca po. Ndihesh kështu si morti atje kur nuk të asnjë lloj, janë ato gjinkallat në background, krr. Nuk do të asnjë gjë, edhe të bie një pikë e madhe kështu. Hapet dyshemeja dhe të përthith nga sipër. Po që nuk e di. Unë për shkak se nuk kam asnjë plan afat shkurtër, domethënë dhe afat mesëm për ta provuar një open mic vet, prandaj vendosa që të gjitha ato që kam bërë, domethënë do të regjistroj. Do mundohem të jap atë ta përcjell idenë e bitit sa më mirë dhe do i ngarkoj vetëm për members atë që kush është interesuar edhe mund ta përdori vetë. Është ideja është që ato mund të jenë aty dhe mund të thjesht të vdesin aty, kështu që më mirë i vë aty për shkak ka nuk e di 4 apo 5 euro në muaj që është YouTube, domethënë dikush që ka interes mund të shikojë, mund t'i përdori për bitet e veta, domethënë. Kuptoj. Po. Edhe të paktën unë lash, po ideja është që duhet të gjej një mënyrë të regjistroj ato që janë të zeza. Po kam probleme janë domethënë janë goxha fucked up disa edhe kam çik merak mos na fillon të ha probleme YouTube-i. Se I kam gjysma të shit. Okay. Edhe pastaj po jo, po you are spreading propaganda, misinformation. Yeah. Po qoftë janë kështu te ato kështu, domethënë private, vetëm për disa persona, domethënë besoj se nuk është as problem, apo prapë. Nuk është as problem, sepse është edhe ajo përhapja domethënë është më e vogël, po problemi është ata të gjithë i bëjnë checking tash, kanë futur me YouTube-i ka automatike AI check tash. Edhe ka filluar I kap dhe në shqip tash, për gjithë ata juve që keni material domethënë unik tuaj, jo të video të vjetra. Ta dini sepse për përdorimin e sharjeve YouTube-i ka funksionon edhe në shqip tani. Domethënë, kështu që nëse thoni 2 herë apo 1 herë në 10 minuta është okay, po nëse thoni diçka, domethënë që është me pull portokalli, më shpesh se sa 2-3 herë në 10 minuta, duhet ta bëni klik atë profanity, që është ajo, që sepse ndryshe të bie ajo grada e vlerësimit të videove, domethënë edhe të përhap problem me monetarizimin. Domethënë nuk do na ecka me hedh videot e Kozakut ose shokëve të tij. Jo, më burr nuk ecën. Po nuk I ka ecur asnjëherë, nuk kuptoj pse si këta I kanë bënë të tjera, se është gjithë kohës domethënë njëjti problem, po gjithsesi. Po. Unë mendoj që është thjesht edhe kjo dëshira domethënë që ta bëj edhe unë
ka njerëz që shikojnë që ka bërë ky, ka bërë dhe unë mori 10 milion views-a, apo dëgjoj unë diçka e tillë ta bëj unë. Ideja është që shumë njerëz krijojnë këto masat më dha, por nuk e dinë as çfarë të bëjnë, nuk e kanalizojnë dot. Po. Se fokusohen që gjithë kohës, domethënë për një reklamë tjetër, i thonë dua edhe ka 500 euro unë për një reklamë pastaj do ai. Relájate, amigo mio. Po, ka shumë bëj pastaj, se për shembull mund ta bësh një video shumë mirë, po ndoshta e poston ku diun. Nuk e poston si duhet. Për shembull, më ka ndodhur që ka qenë një video që mendoj që për shembull ka qenë okay, jo super kështu, po e kam hedhur për shembull shumë vonë, nga ora 12. Edhe zakonisht njerëzit për shembull nuk janë aq aktiv. Domethënë ka të bëjë shumë me kjo kohë kur i poston. Për shembull, gjithmonë mundon të postoj nga ora 7:30 deri 9:30 e darkës. Se nëse është më vonë, për shembull, nuk e di, njerëzit ndoshta kanë rënë gjumë, ose nëse është më parë, mund të jenë akoma në punë apo duke udhëtuar aty diun. Po. Kjo është ajo periudha e hartë, besoj që ke më shumë views nëse poston atëherë. Më se ata janë munduar gjithkohës domethënë të ndryshojnë këtë pjesën e pendelimit, gjithon që kur lëvizin njerëzit ikja në punë, pushimi i punës, që është një ato edhe pas punës domethënë, po që unë mendoj që Meta si duket Meta është munduar jashtëzakonisht shumë domethënë për të ndryshuar diçka te kjo algoritmi, sepse është në interesin e tyre që të qarkulloj në të gjitha oraret domethënë. Po. Edhe më mënyrës ata kanë dhe një sistem që ta nxjerr videon të gjithsesi në feedin e robëve, edhe nëse është hedhur më përpara ose në një orar të papërshtatshëm. Por nuk e di se si funksionon mirë, sepse unë jam shumë ignorant nga kjo anë, Allah nuk e kam idenë se si funksionojnë algoritmet, po e di që janë duke u munduar për të bërë diçka, domethënë se po mbasin dhe vet goxha lek nga kjo pjesa e peak hours. Po, okay. Pra aty i reintereson kjo gjëja për sa i përket reklamave. Sa ai e ka thënë që do ta bëj biznes, domethënë, dhe për ato po ja vlen 100% kjo pjesa e peak hours, por materiali i konsumit me amendja nuk është problematik. Po, normal, se kanë probleme ato për atë. Po. Njëri çfarë do doje të bëje për shembull, nëse nuk do bëje këtë gjë që bën tani? Flas nga profesioni. Po, unë në fakt kam pasur basketball, edhe kam qenë me skuadër, kur kam qenë domethënë nga Kalamat deri. Pastroje topa basketbolli? Jo, do ngrofja atë vendin. Ngrofja vendin e 7-8. Besoj kjo do ishte një tjetër që do kishe qejf të bëja, domethënë diçka në lidhje me basketbollin. Nëse tash për shembull gjithë kemi ëndër që të jemi lojtar profesionistë kështu, po. Normalisht vrasim gjithë gjurin edhe nuk na vazhdon. Normalisht. Tash kur vrar gjurin, edhe që atëre e lash pastaj se 6 muaj nuk rithesh më, pastaj kish nikur gjithë. Jo, unë ndrydha kyçin edhe pranaj nuk shkova dot se vathorin. Jo po doreza, jo po analogu, jo po leva, jo po X. Po je gjati? E para fare? Po jam 7 metra. Jam feminist, bëj kështu bamirësi. Edhe nëse se ke kuptuar kjo që biseda ka qenë me inteligjencë artificiale, ky njeriu nuk ekziston. Nuk jam i vërtet. I vërtet je veti. Nuk e thua ti i vërtet. Unë domethënë isha mjaftueshëm i gjatë sa për të mos pranuar ke skuadra basketbollit. Ja, domethënë se ka të bëj shumë. Unë jam 1.85. Po 1.85 është, si më thënë, i shkurtër për basketball, domethënë, paktën ajo mesatarja në NBA, po më okay. Në NBA për shembull është 2 metra më duket mesatarja. Domethënë nëse 1.85 do të kesh shumë aftësi të mira për driblim, domethënë për të qenë organizator, point guard. Po. Edhe ai domethënë tipi që pason shumë, domethënë që lëviz shpejt, që fillon aksione edhe kështu. Edhe unë duke se luja shumë më shumë si tip kështu, juicy domethënë shooting guard. Edhe kështu. Tursa përtoj varëlesh kush bën. Vash. Çka ke alla, ku pse më ka ishin ti tim ose më ku do? Ço më ja ta gjon light. Opa, 3 pikë. Ja urdhë. Hop, atje na bëni na stresoni kot. E shikon, ja kështu bëj muhabet me kokën time gjatë gjithë kohës, me këto mitet. Po, ja. Po, ja, nëse shkruan për shkak një këto, e shkruan derisa zhvillohet në një video. Pikërisht. Kështu. Po, domethënë, diçka në lidhje me basketbollin do ishte shumë gat. Tani kohët fundit, domethënë, i kam hyrë prap kështu për çef normalisht.
thjesht luaj një herë në javë me një skuadër, jo skuadër, thjesht jemi një grup personash që luajnë me çdo javë. Ama, shiko, definicioni i skuadrës është një grup persona si lodhë së bashku, kupton, kështu që skuadra. Skuadra jemi, po, skuadra ime super profesionale. Edhe pak miq investoni te skuadra e tyre, që do bëheni me lek, e ka thënë. Lëjeni gjitha këto real estate e Dubait me mjekë 67 cm. Gjëja më e re në tregun e investimit është skuadra e Njelitos, diku në UK. Çfarë vendi je në UK? Në Londër. Në Londër. Po. Vjen borsa. Pa më thuaj pak më shumë për këtë pjesën e montazhit. Gjithë kjo video ishte montim. Gjithë kjo është Photoshop, gjithë kjo është Photoshop. Kam më fshirë. Gjithë kjo është Photoshop. Shiko se është AI, nuk di gjë. Jo për Photoshop është. Bukur fort. Shiko, në qoftë se do ishe i gatshëm domethënë ta lije punën fare nëse gjëja që bën për hobi, që është kjo tani domethënë, edhe nëse ke ndonjë hobi tjetër, do të kishte një kthim financiar që edhe më shumë se sa thjesht të mbante pas muajit. Mendon se do e lije punën fare? Se shumë e thjeshtë të pesë shove do e lësh punën për të tash, domethënë shumë e thjeshtë. Do thosh jo se do hash bukë në fund ditës. Ideja është në qoftë se ti jepin të dyja të njëjtin lek. Po. Do e lije punën apo jo? Kam dy përgjigje, se jam i dyzuar vetë, domethënë, sepse vërtet më pëlqen ç'a bëj domethënë për punë, edhe nuk e di nëse është mundur. E di tani që të gjithë thonë që nëse do të bëhesh shumë i mirë, ke një gjë, për shembull, duhet të specializohesh, të bësh vetëm një gjë. Okej. Tash domethënë, okay, ti jep një avantazh, po nga një anë, domethënë, nuk ti jep atë kënaqësi. Ti jep lek në fund muajit, para që po, ti jep një avantazh plako sepse nëse ti unë lë punën tash, nuk bëj asnjë lloj gjë tjetër, merrem me podcastin gjithë kohës, po, më jep avantazhin që un kam literalisht në on average 16 orë në ditë për të marrë vetëm me këtë. Po kjo nuk do të thënë që do specializohem, do bëhem më i mirë se Joe Rogan, e ke parasysh? Thjesht nuk po marr lekë që më merr atë puna. Po. Whatever. Po, domethënë për shembull, nëse do bëja vetëm punën time, që montim për shembull. Okej, më pëlqen, interesante, po për shembull nuk do kisha atë kënaqësinë personale për shembull që bëj me këto video që bëj. Kurse nëse do bëja vetëm këto videot, besoj se po, do ishte shumë i kënaqur, e lejm atë anën financiare, po ndoshta nuk e di, është ajo që ka përsëritur që thonë që hobit ca herë mund të lësh thjesht si hobi, nuk ke se ti monetizosh gjitha. Edhe këtu e kam pak si të dyzuar që, okay, nëse hobi pastaj më thet në punë, domethënë nuk e di, besoj varet shumë, po nuk e besoj me. Ndoshta nuk është gjithmonë ide e mirë, tash nuk e di se. Dhe para kush duhet ta provoj herë. Pjesën e monetizimit, domethënë jam gjithmonë 99.99% po. Po pjesa është, unë po them që ti dedikosh çdo lloj minute të jetës, mendoj se jo, për të vetëm fakt sepse jo vetëm disa hobi, po shumica hobi më mendja funksionojnë dhe janë kreative për të vetmin fakt, sepse janë hobi, domethënë. E kuptoj shumë. Unë që kam këto hobin tim me këto promptet e bitit, domethënë që edhe mund të funksionojnë, edhe mund të funksionojnë. Këto ekzistojnë vetëm sepse un jam i përfshirë në situata të tilla, që shumica atyre janë në punë, domethënë se që me njerëz të tjerë, nëse do isha në kontakt me këta, nuk do ishte e njëjta gjë. Edhe hobi, domethënë përthej nuk do ekzistonte, po ja vlen, domethënë ta mielësh gjithë kohë, sepse është do të thosh është diçka që vjen tek ty, është si ti një kovë që ose do të mbash këtë gjën që ke brenda ose jo. E ke parasysh edhe nëse jo është thjesht përdorim. Unë mendoj që duhen shfrytzuar gjithë kohës pa kaluar në burnout, por nuk besoj që është ide e mirë të heqësh dorë nga çdo lloj gjë tjetër edhe të ndjekësh të bësh atë romantikun tani princi Kaltër duke ndjekur princeshën e komedisë Karin Pjedhe. Po. Ja, është vërtet. Më pëlqeu ajo që them që domethënë nuk jemi një dimensional, patjetër kemi disa gjëra domethënë që bëjmë. Edhe kjo pjesa që thej që për shembull nga vite që kam filluar me bë, nga kjo kënd që më hap, thjesht kam rënë kontakt me shumë njerëz që domethënë është nuk e di, ka qenë një gjë shumë e mirë. Është shumë e bukur më burr.
Super e bukur, imagjino të takosh njerëz e bile un kam edhe fund që kam qenë në Tiranë për herë të parë, domethënë ka filluar çka parë kam përshëndetur njerëz awkward, okay. Si le trovi për ballë. Okay, del direkt, pastaj nuk është ndonjë problem i madh, po është shumë e bukur, është shumë fantastike, është domethënë të kënaq pafund. Të flasësh me njerëz, domethënë ja tani të dy kemi një orë që bisedojmë tani, domethënë nuk vetëm jemi parë në për video. Po, jemi parë. Kemi parje, hyrje dalje në për Instagram, domethënë. Kaq. Edhe është gjë shumë e bukur, mo. Nesër pas nesër mund të jetë dikush tjetër që pëlqen punën tënde, bën diçka të ngjashme me ty, mund të bësh një bashkëpunim me të diçka fantastike, takosh në jetën reale, kupton, shkëmben momente. Po. Edhe mendoj që është një nga mënyrat më perfekte për të përdorur këtë teknologjinë që kemi. Shiko, sado keq në ditën tënde më të keqe, që je i deprimuar, që nuk ke asnjë lloj frymëzimi, mendoj që dikush është një foto të një vajze duke e sharë se sa kurva ajo është. E ke parasysh? Ti mund të ishte ai njeriu, ti mund të ishe ai tipi. Kështu që ju lutju Zotit për ditë që nuk je ai lloj vëmje, domethënë, po je dikush që po bën diçka për veten tënde sepse ndihesh mirë me veten tënde. Falenderoj Zotin që të di që jam ai tipi. Faleminderit Zotit. Ja, është fort. Të çuditshme janë. Po unë kam vënë që edhe me mbiemër burin për Facebook, kanë për gjëra edhe komentojnë kështu, thonë ka shtëpia, kanë katandia, kanë çu njerëz me foto e profilit, domethënë me gra me fëmijë, komentojnë atë. Te tipi që ishte në Tinder, kishte dalë me familjen e vet. Po. Sot. Nuk di të s'ka koment, është gjithë ajo është komedi, një ai screenshot i vetësh, ajo është e gjithë zbavitja, s'ke që t'i shtosh fare. Jemi live? Live jemi. Serbi! Okej, jemi në rregull me këtë, se nuk do zgjashim shumë që mos na krijohet prapë se problem, se nuk e di çfarë paska sot la. Dani Salamanzori. Shiko, unë një pyetje kam edhe do t'ja bëj, domethënë se kjo është si fillimi i ri për sezonin unofficial të podcastit. Kam një pyetje shumë të vështirë, se gjithë kohë se mbyll në nota pozitive, kësaj radhe kam vendosur ta mbyll në nota negative dhe duke bërë pyetjen yes. Edhe në qoftë se larg që do ndodhte diçka, për çfarë do të mbahesh mend? Yes. Pyetje vështirë vërtet. Doja të mbahesha mend për besoj për mënyrën se si mund t'ja ndryshoja humorin për mirë një personi, për shembull, me një shaka idiote, me një butallik. Bukur fort. Ose për një për shembull për mënyrën se tash mos ta bëj kështu cringe nga këto inspiruese dhe kështu, po. Domethënë, nëse unë në këto vite që hedh për shembull, dikujt tjetër i shkon mirë që kam dhënë një ide kështu, do ta bëj unë kështu. Nëse për shembull një person në vërtet merr një frymëzim, një diçka nga këto, do isha shumë i kënaqur. Domethënë që kjo do ishte spektakël, domethënë paga shumë të shpërndash mirësi dhe ide. Është spektakël, është arsyeja ose le të themi përgjigjja më e mirë që mund t'japi një njeri sipas mendimit tim. Edhe pyetja tjetër që është pothuajse pak a shumë e përafër me të, nëse do kishe nesër pas nesër një fëmijë dhe do ishe detyruar t'i mësoje vetëm një diçka, asnjë gjë tjetër, vetëm një gjë do t'i mësoje, një aftësi. Çfarë do t'i mësoje? Të lutem mos thuaj ti bie me dorën e majt, nuk quhet. Jo, ma te dhe ketë lindur. Okej. Fëmijët në fjalë disclaimer janë të gjithë mbi 18 vjeç. Disclaimer po. Disclaimer janë gjithë Photoshop. Gjapele. O zot, unë tani nuk e them me njerëz dhe o i shëmtuar dhe i them, o Photoshop, ti e Photoshop. E Photoshop. O zot, të çmenëria. Po, pyetja, kthehemi te pyetja. Po. Kur thua aftësi, ke vafën aftësi si për shembull, një aftësi për shembull që ka një person ku ti unë zruptaria apo ç'a duash, diçka, e kupton?
ose jo profesion, jo, po them aftësi, karakteri. E kuptoj është diçka që si karakter, kështu. Instruktharia. Okej, do ta bëj dhe profesionin. Ja e shtoj një pyetje realist. Po më thuaj një drejtim profesioni dhe një aftësi karakteri. Aftësi karakteri besoj Unë do ta bëja hapës pusetash. Një punë që nuk vdes kur. Po gjithmonë do ketë punë. Besoj do mësoja se si të ishte kështu si bien, kush resilient. Resilient, si thonë në Shqip është Do të thënë që të mos të çado që të ndodhi për shembull, mos ta vrasësh Rumenian, por kryqëzojnë në komente tash. Nuk e dim që them resilient Shqipe, që vajtem nëse më se u. Resilient Shqip është domethënë që ngulmues. Qëndron aty gjatë gjithë kohës dhe ngulmon, nuk heq dorë kollaj, po. Po, domethënë që edhe nëse ndodh një diçka keqe për shembull, tenton të bëj diçka, nuk shkon mirë, mos të rri tash të mendoj që unë jam shumë i keq, unë jam shumë ashtu, po okay, kjo ndodhi, ku di unë, ndodhi që ndodhi, tash thjesht do kalojmë ke faza tjetër. Imagjino, domethënë që këtë mendsim mund të kishte pasur dhe Hitleri. Domethënë unë nuk jam i keq. Everything is fine. What the fuck are you guys talking about? Like, s'ka gjë, kjo ndodhi, this happened, next one. Unë nuk e di për çfarë keni fjalën, çdo gjë është në rregull. Plani im është perfekt, nuk e kuptoj pse ju Po sigurt pse po qani. Pse po qani, është literalisht plani i fundit. Është diçka shumë e mirë, domethënë se ka vërtet shumë njerëz përveç 18-cit domethënë. Përveç 18-cit ka shumë besoj që ka vërtet jashtëzakonisht shumë ide që vdesin vetëm sepse mbajtësi i tyre nuk ka mbase mundësi, mbase dëshirë, mbase vullnet për të sjellë në jetë, domethënë është gjë e mirë. Tash më thoj edhe për profesionin edhe të ikim pastaj se na vajti vonë. Ha. Çfarë profesioni do të mësoj? Çfarë do të bëj? Basketbollist ose futbollist. Ore, ne jemi shqiptar, sporti nuk është profesion, vllai. Next. Po, doktor ose avokat. Doktor ose avokat. Të bëj lek, ta bëj kardiolog. Ta bëj kardiolog, se kardiolog s'ka ku vete. Do deret filani, nuk bëja çka ka me zemrën. Dhe mësoj të bëj kryeministër, të bëj politikan. Imagjinon. Ama shiko se spektakël se nesër pastaj se kur edhe unë edhe ti të bëhemi baba dhe pastaj gjyshin do shikoj se jemi dhe nga fundi ja lejojmë vetes ca profenit edhe shikoj. Do jetë nga fundi, do shikojmë videot tona, do vjen në shkollat e njerëz dhe ka e ky babiot që ka kar fare vllai. Që se ke pati mami, papi, jo, se përsishe që thot mami, të bëhet avokat, babi doktor, ndërkohë unë. Tamam, fix e ke përsishe. Ma imagjino ne do jemi gjyshrit, do jemi gjyshrit e dikujt nesër pas nesër. E ke parasysh? Nuk e imagjinoj dot. Edhe nëse ti kishe një tek foto të gjyshit kur ishe i ri, bardhë dhe zi, do të imagjinoje vetë ngjyrën e flokëve, domethënë. Që duhet të kishe vërtet Photoshop në tru. Diku në dark web jam shumë i sigurt që do jetë një dick pic i gjyshit nëse brezat e 2070-s. E ke parasysh? Çfarë çmenduri është, e ke parasysh? Si kanë ndryshuar atë kohë njerëz. Prandaj njerëz të dashur, mos i shani njerëzit nëpër internet, mos i dërgoni vajzave, sidomos atyre që ju kanë bërë blok nga dy akantot e para, dick picun e tretë në akant tjetër, sepse nuk të If you didn't get the message, nuk jam interesuara, e ke parasysh mos vini. Nëse i bëni reply story me atë emoji në zjarrit, ju lutem hiqni dorë. E ke parasysh. Ore, ti të ngacmoj tani që e bëri çik i famshëm? Ngacmoj. Mos u tregoj modest tash. Ai, s'u ngacmoj. Le tash të ngacmojnë. Kam pas sa mesazhe, po domethënë nuk është se nuk ka qenë ajo kështu, shumë shqetësuese. Okej, miq të dashur, ne po vuajmë jashtëzakonisht shumë, tu jemi duke vuajtur për momentin. Probleme teknike. Domethënë, po rimu ulur, nuk është se do bëjmë nuk po ngrem llaç, po vuajmë sepse nuk po na lë Edi Rama të ndajmë të gjitha këto mendime televizioniste që ne kemi.
Edhe duhet ta mbyllim këtë episod këtu, po kemi dëshirë që të na ndiqni, të na bëni followere, të poshtër, të na bëni like, të na bëni share, ta dërgoni mamit, ja dërgoni, mos ja dërgoni mamit. Dërgoni shokëve. Dërgojeni shokëve dhe shoqeve, shpërndani sa më shumë, domethënë, edhe kemi qejf që herë e tjera pak më shkurt, po edhe pak më fani. Kështu që nuk e di, një lito nëse ke ndonjë gjë tjetër për të shtuar, normalisht pastaj si çdo person tjetër në link në description, në përshkrim. Në përshkrimin e videos do të gjeni linkun e zotit një lito, që ku mund t'i bëni follow. Edhe mos e shani. I lutem, Pse i thot Photoshop? Sepse është Photoshop, nuk fshahet Photoshopi. Vazhdojmë. Po, thjesht isha për thënë që shumë faleminderit për këtë bisedë, shumë rrafsh, edhe domethënë një mesazh për njerëzit që thjesht mos shajnë shumë online. Thjesht ta marrin jetën çik më shumë sportivitet, se nuk është aq serioze. Ore, brenda mundësive mos shani shumë as live, as në jetën reale, po që e është gjithsesi. Edhe Gjithsecili ka të vetat. kështu. Kështu, miq të nderuar, episodi normalisht ka dalë në fillim për YouTube members, prandaj ju lutem ja kemi bërë edhe më të thjeshtë kësaj radhe se Patreoni, thjesht në YouTube ju mund të mbyllni një membership mujor, ose bëni derdhuni, se është dhe vap tash, nuk na pihet as kafe, na pihen bira, na pihen keq, në Buy Me a Coffee, mund të bëni Buy Me a Beer. Në këtë lloj mënyre, kështu që deri në një tjetër miq të dashur, ju falenderoj shumë që na ndoqët deri në fund. Qofshi mirë, shani pak. Super. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.